nga Kosova e Veriut është plagosur e rrëmbyer nga Gjandarmeria Sërbe brenda territorit të Kosovës. Në mesin e emrave të përmendur del edhe ai i Milan Radojčić. Po çfarë do thotë kjo për sigurinë e vendit dhe pse mungojnë reagimet e forta ndërkombëtare, si do duhet të veprojë Kosova në këtë situatë të çështje, do ta diskutojmë me një super panel, ku tani do të kemi në lidhje direkte zotri Bedre Elezin. Zotri Elezi, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Gjithashtu përshëndetje. Gjithashtu pjesë e këtij diskutimi do t'jetë edhe zotri Esad Çollaku, miku i emisionit tonë, kënaqësi të jesh me ne zotri Çollaku. Faleminderit për ftesën. Pas pak kohësh do të na bashkangjitet edhe Bedri, në fakt kolegu tjetër jon Avni Islami, por do doja që këtë bisedë ta filloja me juve zotri Elezi. Zotri Elezi, a mund na tregoni se realisht çfarë ka ndodhur në Leposavić? Në fakt, për shkak të status komplekse apo kompleksitetit të rastit, duhet të adresoj pak çështjet tek deklarimet apo raportet zyrtare. Aktualisht kemi 4 probleme. E para, kemi agresion kundrejt Kosovës referuar raportit të policisë së Kosovës. E dyta, kemi një lloj mos besimi të raportit të policisë të Kosovës nga KFOR-i, sepse të njëjtit e dhanë një deklarat ku thanë se e kanë shpletuar një njoftim të policisë të Kosovës, i cili do të trajtohet dhe do të kemi një hetim që në fakt e konsideruam jo të besueshëm raportin policor. Vetëm pak, zotri Elezi, KFOR-i nuk i beson raportit policor të Kosovës? Jo. Në fakt, KFOR-i nëse e keni parë, tha që kemi shpletuar një njoftim të policisë së Kosovës dhe në asnjë më rrethon nuk tha që ka një rast të tillë në bazuar raportin policisë së Kosovës. E treta, nuk kemi angazhim konkret se që është Këshilli i Sigurisë Kosovës referu deklaratave që patëm edhe të përfaqësuesve shtetëror të Kosovës. Duhet kemi urgjentisht takim të Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Dhe katërta, u dëshmua edhe një herë ajo që kanë thënë në vazhdimsi se Kosova po dështon që t'i ofrojë siguri qytetarëve serb, të cilët në këtë rast u dëshmu që mund të jenë objekt i rrezikimit tjetër nga organet e sigurisë, përfshi edhe anëtarë të grupeve terroriste, siç është Radojčići në rastin konkret. Bazuar në informacionet që u dashtën 2 ditë të kalonin apo 3 ditë që një gjë e tillë të merrej vesh në opinionin publik. Prandaj kjo është problemi, sepse fillimisht duhet kemi sinkronizim të deklarimeve dhe veprimeve të organeve të sigurisë, edhe KFOR-i, edhe Policia e Kosovës janë organizata me mandat plot sigurisë e Republikës së Kosovës. KFOR-i është përgjegjës. Dhe në fakt është në detyrë dhe përgjegjësinë e KFOR-it për të konstatuar këtë lloj shkelje të sovranitetit të Republikës së Kosovës, sepse me mandat sipas rezolutës 1244 është organi që duhet të konkludojë një gjë të tillë. Dhe mos sinkronizimi i deklarimeve të policisë të Kosovës dhe KFOR-it është vetë në sigurisë. Mirë. Duhet përmend 3 fakte. Po. 3 fakte lutem. E para, kishim një adresim të SBA-ve në lidhje me një luftë mes Kosovës dhe Serbisë, ku presidenti SBA-ve tha se e kanë çmuar një luftë. Patëm një angazhim konkret të institucionit të sigurisë të Kroacisë, ku arrestuan një spion që ka kryer vepra penale spionash në Kosovë, dhe tani kemi edhe një lloj, mund të themi, mosbesimi të autoriteteve të KFOR-it në raport me Policin e Kosovës. Dhe kjo është cënimi më i lartë i sigurisë së Republikës së Kosovës. Mirë, Elezi, kthehem pas pak tek ty. Avni Islami është bashkangjitur në studio, kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit. Ndërkohë në lidhje live, pra siç tham, kemi edhe zoti Çollaku. Çollaku, si e keni parë ju në fakt të zhvillim, këtë shkelje të rëndë të sovranitetit të Kosovës, sepse nëse konfirmohet, pra se ka pasur deklarime edhe nga komuniteti serb, thanë se një ish zëvendës ministri i Kosovës, pra ka qenë dëshmitar, ka parë gjithë situatën, por ti si e komenton këtë? Tham të drejtën, është pak paradoksale me sjelljen e qeverisë së Kosovës dhe natyrisht mosbesimi i raportet e policisë Kosovës, sidomos që cilët në kuloarët e inteligjencës së NATO-s. Pse çfarë është ndodhur, po shihet haptas, si e tha dhe kolegu Elezi, është atak drejt për drejt në çka ka ndodhur në territorin e Kosovës, faktikisht është një sulm i radhës, i cili është sulmuar një shtet sovran nga një shtet tjetër. Kur forcat armatosura të një shteti hynë brenda territorit dhe arrestojnë një njeri i cili është
është edhe punojës i doganës së Kosovës dhe njëjtën kohë kryhet dhe lëndimi trupor apo hapja e zjarrit në territorin e fqin, e cilët e mbron KFOR-i me marrëveshjet e plot që e ka. Zotri Çollaku, më vjen shumë keq për ju ndërpres, por tashmë ka një zhvillim të fundit, duket se kryeministri në detyrë Kurti ka propozuar zyrtarisht Glauko Njufcën për mandatar të ri për të krijuar qeverinë e Kosovës. Vetëm pas pak me lidhje live, natyrisht kjo informatë ishte për shikuesit, se po flasim për diçka tjetër. Më vjen keq që do të kemi një dinamik të tillë zoti Çollaku, por për hir të informimit të drejtë dhe live të shikuesve, mundesh natyrisht ta ndaja këtë informacion. Vazhdoj me ju derisa ta kemi edhe gazetarët. Zoti Çollaku? Faleminderit shumë atëherë dhe herën tjetër do të takohemi sepse kemi takim shumë rëndësishëm tani në Ministrinë e Mbrojtjes. Zotri Çollaku, mirë, ne vlerësojmë dhe e dim paraprakisht për takimin tuaj, kërkojmë falje për këto dinamika të emisionit, të cilat sot po na pa mundsojnë të marrim edhe një opinion nga ana juaj. Gjithsesi, faleminderit shumë që ishit me ne, zotri Çollaku. Faleminderit edhe të tërhashimi një kohë më gjarë. Faleminderit shumë zotri Çollaku, edhe për mirëkuptimin tuaj. Çollaku, do të ndalem tek ju, zotri Islami, ndodhet diçka e jashtëzakonshme, të themi ashtu. Një qytetar, një bashkëqytetar joni, plagoset dhe rrëmbet nga persona të cilët ende vetëm aludohet se kujt i përkasin, por realisht e vërteta për të dhe për fatin e tij nuk dihet ende tash që po flasim. Dhe gjithë kësajna jashtojnë faktin se për këtë operacion të kryer nga dikush nga shteti fqin ne marrim vesh vetëm 2 ditë pasi që gjithçka ka përfunduar. Si e komentoni? Fillimisht duhet ju përshëndes ju 2 gazetarëve këtu në studio dhe të gjithë ata që po na ndiqin në këto qaste. Dhe përshëndes, nuk është fonton dëshirash, po e përshëndes edhe mikun tim Bedriun, i cili është një kontribues të një jashtëzakonisht i mirë i çështjeve të sigurisë. Dhe tash po i kthehemi radhazi pyetjes e pyetjeve të juaja. Por nuk është hera e parë që Gjandarmeria Serbe arreston brenda teritorit të Republikës Kosovës, pra kemi pas rastin në vite më parë kur janë rrëmbyer 3 policë, pikërisht në zonën kufitare prej edhe unë nga vi, dhe ky është rasti i dytë. Mirë po, rast nuk mund të klasifikohen ose të interpretohen rast për rast, sepse të dyja rastet kanë specifikat e veta. Por unë do t'i referohesha avokatit të plagosurit, pra Milan Vukashinovićit, i plagosurit dhe avokatit ti Ninis, i cili në platformën X ka deklaruar dhe ka shtruar 11 pyetje për organet e sigurisë së Serbisë prej presidentit, drejtorit të BIA-s dhe të kundërzbolimit serb e tutje. Dhe mbas këtyre pyetjeve, pra nuk janë pyetje suggestive, por pyetje direkte të parashtruara për institucionet, për ata të cilët kanë ndërmarrë një veprim të tillë, kanë deportuar pra njësitë e Gjandarmerisë Serbe. Islami, Kurti është duke folur, më vjen shumë. Rregull është këtë. Zgjedhjeve brenda pak muajsh. Në vend se të paguajmë miliona euro për një palë zgjedhje më tepër sa që duhet, ato para mund të shfrytëzojmë në të mirë të qytetarëve. Pra, ky veprim i yni për mandatarin e dytë është në funksion edhe të miratimit buxhetit, i cili siguron pagat, pensionet dhe vazhdimsinë e pagesave që mbështesin ekonominë e vendit, si dhe eviton shkuarjen në 2 palë zgjedhje njëra pas tjetrës në kohë shumë të shkurtër. Me këtë veprim, ne si lëvizje vetëvendosje edhe një herë tregojmë se interesi i shtetit për ne vjen në rend të parë secilën herë çdo herë. Ju falemnderit shumë për vëmendjen dhe më lejoni që të kërkoj miratimin e Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje për ta dërguar emrin e Glauko Njufcës te presidentja e Republikës Vjosa Osmani për tentimin e dytë për formimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Faleminderit edhe një herë. Mirë, kemi ndjekur shtu bashkë fra momentin kur Glauko Njufca caktohet nga Kurti si mandatar i ri për krijimin e qeverisë së Republikës Kosovës. Ka thënë Kurti se në fakt Konjufca do të marrë vendin tim e unë do të marrë vendin e Kurtit, e Konjufcës rast dhe ka treguar se
ka besim të madh tek Konjufca. Megjithatë, tashmë do duhej të caktohej një seancë re për të provuar vetën lëvizjet vendosje pra me emrin e Konjufcës. Për gjitha zhvillimet, vetëm pas pak live, sjellim natyrisht gjithatë që do të prodhoj ky moment i ri politik. Por natyrisht edhe një panel ftuarish në bllokun e dytë për trajtuar gjëra gjatë këtë zhvillim të ri. Po, por le të kthehemi temës, kërkojmë falje dinamikat e emisionit live na e detyrojnë këtë çështje. Ne shumë po koncentrohemi tek 11 pyetjet përderisa po flisnim zotri Islami, të cilat ja shtron avokati i të rrëmbyerit. Por mbase do duhet të kishte edhe pyetje për shtetin tonë, sepse personi rrëmbyer nga informacionet që ka mën i përket trupës doganore të Kosovës. Pra, një person i cili merr rrogë nga institucionet e Kosovës dhe në një pozicion të ndjeshëm siç është dogana u rrëmbye sot. Shkojmë radhazi. Kërkojmë ndjesë edhe njerë zotri Islami, për arsye se e kemi edhe zotri Konjufcën i cili adresohet për herë të parë. Kthehemi pas sa interviste me temën në studio. I dashuri bashkëkohëtar i fillimit të rrugtimit ton, i nderuari kryetar i vetëvendosjes, kryeministri i Republikës, miku em Albin Kurti, më leja që qysh në fillim du me të siguru diçka që populli shumë shpejt pret që të rikthesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021. Pa dyshim që këtë qenë dhe do të mbetesh, kryeministri më i mirë që ka pasur shteti ynë, të nderuar kolegë të Këshillit të Përgjithshëm, i nderuar i kryetar i Kuvendit, Ndimal Basha, kryetare në Agafcis, sekretar Rama, në kryetare Haxhiu, zëvendës kryeministër Bislimi, shumë e nderuara kryetare e guximshme, Danika Gërvalla, deputete ministra, nën kryetare Mrika Limani, ministra e deputet, cilve ju përshëndes, me përullje dhe obligim më duhet të pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shëndron në shërptor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi. Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Çështja jo më pak urgjente është edhe votimi i menjëhershëm i planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Do të ishte e pafalshme nëse për shkak të tekave të partive politike e humbim mundësinë e përfitimit të benefiteve qindra milionëshe, duke u krekosur se po shkojmë në zgjedhje. Edhe dy procese tjera nuk na presin. Transmetuesi publik, Radio Televizioni Kosovës, me njëherë mbesin pa pagat e tyre, e po ashtu edhe nuk ka kur farafati shtesë për buxhetin e 3 komunave të Republikës Kosovës, bëhet fjalë për komunën e Prishtinës, të Gjilanit dhe të Zubin Potokut. Edhe neve hovi i dëshirës imediate na thot zgjedhje. Por maturia shtetërore na thot ta bëjmë një qeveri të re, e cila synon të na dërgojë së paku deri te muret e kalasë së presidentit.
ky është gjykimi ynë mbi interesin aktual, shtetëror, të Republikës së Kosovës. E ne si delegat këtij këshilli Mirë, natyrisht për një debat politik vetëm pas pak në blokun e radhës do ta zgjerojmë gjerës gjatë këtë zhvillim të ri. Zoti Islami, zoti Elezi, faleminderit për mirëkuptimin tuaj që natyrisht i mbajmë të informuar shikuesit për zhvillimet e reja politike. Po e vazhdojmë aty edhe ku e lam zotëri Islami. Ju pyetëm përgjigjem. Po, unë ju pyeta se ne shumë po koncentrohemi të 11 pyetje që Vukashinović ja shtron Serbisë, por realisht a do të një 100 pyetje tjera të ja shtrojë Ministrisë Punëve të Brendshme, KFOR-i dhe të gjitha 3 rangjeve të sigurisë në vendin tonë. Dhe po është edhe një pikë në këtë, sepse në rrethana të tjera lëvizjeve të ndosje do ta bënte shumë të madhe këtë çështje, dhe sot në fakt nuk shohim një interesim të madh për të folur për shkelje të tjera. Kjo është çështje politike, nuk kam përgjigje. Por për i përgjigjem radhëzi pyetjes, mandej dhe t'jues, po jo në aspektin profesional. Kërkoj mirë kuptim. S'ka problem. Rasti ka ndodhur dhe institucionet e Republikës Kosovës, rasti ka ndodhur me 1 nëntor, ndërsa ne kemi marrë informacionin me 3, do mon 2 ditë me vonesë. Dhe kjo tregon se institucion, në bazë të asaj unë që më rëndoj, informacionet kanë qenë të pakta nga tereni dhe institucionet e Kosovës nuk kanë pasur njohuri dhe sot kemi njohuri të mangëta, ende nuk kemi një informatë zyrtare se çfarë ka ndodhur. Po presim. Institucionet e Kosovës nuk e pas kanë kontroll krejt. Ma vetë lutem. Patjetër. Vetë lutem të shpjegojmë radhësi. Dhe ende nuk kemi një informatë zyrtare, janë në grumbullim të informacioneve. Nuk duhet harruar kron se rasti si rast ka qenë i përgatitur në mënyrë profesionale. Shtrohet pyetja pse. Mos pari mjalti personi që do pra e keni fjalën për inskenimin. Gjithçka u skenua. Gjithçka ka qenë planifikuar në rrëmbimin e Milan Vukashinovićit. Në bazë të perceptime për bazë të asaj se unë po i referohem në platformën X çfarë kam lexuar nga avukati i tij, sepse ai është i thirrur që ta mbrojt do mon klientin e vetë. Dhe jo rastisht që i parashtron disa pyetje pra institutët së Serbisë. Ai nuk i parashtron institucionet të Kosovës, sepse rastin flagrant, rastin e tillë e ka krye një shtet në një shtet tjetër. Pra Serbia në farë forme ka krye agresion. O kjo i bie që nuk mund të marrin përgjegjësi institucionet e Kosovës për agresionin e Serbisë brenda shtetit tonë? E tash, këtu është pyetje shumë me vend. Secilën pyetje që po e bën me vend. Nuk duhet harruar se sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës e ka të mandatuar me rezolutën 1244 dhe marrëveshjen e Kumanovës e ka KFOR-i. Pra, KFOR-i është i detyruar që ta ruajë tërësinë toksore dhe ajrore. Dhe në bazë këtyre 2 elementet që përmenda, 1244 dhe marrëveshjen e Kumanovës. Përveç kësaj, unë mendoj që tash kjo marrëveshja që forca sigurisë të Kosovës... Por, Islami, pse KFOR-i lihet përgjegjës kur dështojmë ta mbrojmë sovranitetin e kur e shtrojmë sovranitetin atje, i marrim meritat ne? Se unë e kuptoj që ju dëni të mos e trajtoni në aspektin politik, po kjo ka lidhje edhe me politikën. Jo, gjithçka... është politika jo që ka treguar si po e shtrinë sovranitetin. Jo, gjithçka ka të bëjë me politikë. Së mund ta shmangim. Këtë rast kemi të bëjmë me politikat e sigurisë. Jo politikat e qeverisë, po politikat e sigurisë që është i thirrur policia e Kosovës. Çka duhet bërë? A është dashur të thirrej nëse të merresh me mandatar pa numra, a dashur që të thirrej sot në fakt mbledhja e Këshillit të Sigurisë? Jo, ende nuk kemi një informacion zyrtar. Ende është mendoj që përderisa prokurori i rastit ende nuk kemi një informacion zyrtar çfarë ka ndodhur. Si nuk është ke dëshmitar zot Islami, apo s'ka benefite tani që të merret me këtë? Ta serojmë, është më mirë ta serojmë për opinionin e juaj çka ka. Zot Islami, Jandarmeria është në rregull e Serbisë. Pra, është polici e thjesht, është polici ushtarake, pak a shumë në terma juridike. Kështu që Jandarmeria me të hyrë në territor të Kosovës, kjo nuk është për me u tallë. Kjo nuk është një situatë që ne duhet presim, duhet marrim veprime për këtë. Kush është tjetër shtrohet pyetja? Sepse kjo po mund të bëjë veç radhazi se tash atë çfarë unë po du me shpjegu, po ndërhyn Jehona dhe duhet me dhënë përgjigje Jehonës. Po.
Johon, ti po i drejtohem edhe opinionet. Pa problem. Dëgjo, e spjegova kush është përgjegjëse për sigurin e kufirit mbi 300 kilometra. Kush është përgjegjës për shtrirjen e sovranitetit? Se kështu në media na kanë thënë se është një parti politike për to. S'ka të bëjë kjo me parti politike, janë institucionet e Republikës Kosovës. Institucionet e Republikës Kosovës nuk janë të vetëndosjes, nuk janë as të DK-s, as BDK-s, as TAK-s. Janë institucionet që burojnë daljen nga populli. Ka duhet ta kemë të gjartë të gjithë. Se kush është në pushtet? Ai i bën politikat e vetë, lutem kur vestet të më lejoni të sqaroj për opinionin juaj. Dhe në rastin konkret, unë mendoj që marrëveshja e 2013 mes Thaqit dhe Kforit duhet rishikohet, sepse 300.5 km vij ajrore ku ne kufizohemi me Serbinë është një vij që është e pamundur që të kontrollohet në mënyrë hermetike. Prandaj është e nevojshme që kjo marrëveshje mes Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe Kforit të rishikohet. Pse mos të bashkëpunojnë në një trup përbashkët në menaxhimin e Kforit, të jenë aktiv, shtohet numri i pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë të Kosovës në kuadër të Kforit dhe të rritet vigjilenca, sepse 300.5 km është e pamundur që policia kufitare e Kosovës, policia kufitare e Kosovës ta menaxhoj. Kjo është ngjashëm sikur se të thuhet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë mundësi që kretë kufitën me Meksikën ta kontrollojnë. Pra edhe institucionet e Kosovës, por edhe Kfori është e pamundur që ta kontrollojnë gjithë këtë vijë kufitare. Mirë po, shtimi i forcave dhe logjistikës, e unë besoj që koha është që të rishikohet e marrëveshje mes Forcës së Sigurisë dhe Kforit dhe bashkarisht ta menaxhojnë kufitin, sepse Kosovës e keqja po i vjen nga jashtë, nga brenda. Kjo është domon thelbi dhe esenca. Po, e qartë, por unë do doja të kaloj pak tek zotëri Elezi dhe më intereson të di, zotëri Elezi, kush nga institucionet tona do duhet të merrte përgjegjësi. Pra, a do duhet që dikush të jepte dorëheqje për këtë që ka ndodhur, të paktën për vonesën e informacionit. Për shembull, si ta justifikojmë mos dorëheqjen e zotërisë Feqës në këtë moment, pra? Po e bëj pyetjen pak suggestive, por në fakt nuk është suggestive është vetë momenti, jo pyetja. Në fakt, vetë siguria lidhet me përgjegjësinë institucionale në raport me personat të cilët kanë kompetencë dhe jurisdiksion në çështje e sigurisë. Në rastin konkret, Policia e Kosovës, Drejtoria Kufitare, ka dhe një njësi që quhet Vija e Gjelbërt, e cila merret saktësisht me aktivitete patrulluese për të parë nëse kemi të bëjmë me shkelje kufitare, nëse kemi kalimin ilegale të çështjeve që lidhen me kontraband, apo dhe veprime të tjera të kalimit ilegal të kufirit. Këto njësi operojnë gjithë territorin e Republikës Kosovës dhe kanë obligim monitorimin e vijës kufitare. Kanë të drejtë përdorimin e armëve të gjata, çka do të thotë se nuk përjashtohen nga përgjegjësia për raste të tilla. Ndërsa Kfori, sipas rezolutës 1244 dhe marrëveshjes së Kumanovës, ka obligim ruajtjen e sovranitetit të Republikës Kosovës, por çështja e mandatit të përdorimit të mjeteve të zjarrit është më pak profesori e din, që është në studio se ka një farë angazhimi tjetër që duhet të vihet një lejem nga qendra e NATO-s për përdorim të zjarrit dhe në këtë raste mund të themi që kemi situata ku ka nevojë të reagimit përbashkët, por përgjithësia unë duhet përmend një fakt shumë me rëndësi. Presidenti i Republikës së Kosovës deklaroi të gjitha ata të cilët janë kundër këtij regjimi në Serbi, rëmbehen brenda territorit të Republikës së Kosovës. Nëse nuk gaboj, lutem, nëse po gaboj deklarimin në citimin e deklarimit nga korrigjani. Dhe referu këtij deklarimi adresimit publik. Atëherë kujtoj që neve kemi cënim suverenitet të Republikës së Kosovës. Kemi raport policor, i cili thotë se dyshohet madje përfshirë edhe emri Radojčićit, çka nuk ka nevojë me ushtri rreth asaj se a kemi agresion apo nuk. Por ju a besoni, zot Elezi, që krye terroristi Radojčić ka hyrë në Kosovë? Unë duhet i besoj dyshimeve të policisë së Kosovës, sepse nuk më merr mendja që një çështje kaq të ndjeshme policia e Kosovës mund të adresohet gabimisht, duke marrë parasysh faktin që përgjegjësia penale
për deklarant pasakt në rastet të ndjeshme o shumë Por se kanë thënë decisivisht për emrin Radojqićit, për njerëz të lidhur me të. A në fakt të le për të kuptuar, është fakt që është përmendur fjala dyshim dhe njerëz të tij, çka ne kuptojmë se nuk mund ta themi me saktësi nëse ka qenë Radojqić apo njerëz të tij, por që në fakt e përmendet përfshirja e tij. Po, e çka nëse ka hyrë? Çka nëse ka hyrë Elizi? Çka nëse ka hyrë? Po, siç e thamë edhe më parë, ju e dini që ndaj Radojqićit dhe disa personave të tij ka një fletërreshtim ndërkombëtar. Dhe në fakt ka dhe përgjithësi edhe në çështën e arrestimit dhe sjelljes paradrejtësisë, njerëzit e tij, themi prashtimisht, nuk ka qenë Radojqić, kanë qenë njerëz të tij, por për të cilët ka një fletërreshtim për shkak të terroristë që ishin në Bajska. Po, por zotri Elizi, ideja është kështu, sepse këtu kemi pak një konfuzion kur flasim tek trupa e cila ka kryer pra arrestimin edhe goditjen e personit në fjalë. Nëse e shikojmë sa i përket formës se çish është realizuar çështja, pra i njëjti viktima në këtë rast ka shku për me ble mjalë, ka qenë një skenim për goditjen dhe më pas kidnapimin e tij, kjo na bën të besojmë se mund të jetë kryer nga një grup kriminale. Por nëse shikojmë pastaj pajisjet të cilat i kanë posedu ekipa e cila e ka kryer sulmin, atëherë na dalin që janë një grup i strukturuar mbase strukturë shtetërore. Po zotëri Islam. Nderuar Kroni. Po? Nderuar Kroni, kemi një raport policor, të lutem, kemi raport policor të Republikës Kosovës të cilët në raportin e tyre e shprehin dyshimin për Zotre Elizi, nuk ju kemi dëgjuar, kishim... E ka vetëm raportet të tyre sot dyshuar për shkak se qeveria dhe policia. Zotre Elizi, do donim edhe njerë këtë përgjigje shumë shpejt, sepse humbët rrjetën nuk arritëm ta marrim përgjigjen. Po, si që shetë duke thonë, ne kemi një raport policisë Kosovës ku përmendet se dyshohet që kanë qenë Gjandarmeria. Dhe pa dyshim që policia thot dyshohet sepse është gjykata ajo e cila konstaton dyshimin. Dhe normal që në të gjitha raportet dhe veprimet policore përmendet fjala dyshim sepse çështja e saktësisë apo konfirmimit të vetëm në forma ku trajtohet në prokurori dhe gjykatë. Prandaj mund të themi që derisa policia thotë që dyshohet, atëherë kujtoj që të gjithë ai referohen në raporte informative dhe provave të cilat i kanë marrë në Tiranë. Ne duhet të besojmë policisë Kosovës në rastin konkret dhe duhet që të ndërmarrim mosa si thash edhe më parë, konkrete, direkte, duke organizuar fillimisht. Ne i besojmë policisë së Kosovës, por nuk e di sa mund t'i besojmë politikës së Kosovës në këtë momentin që ne po e trajtojmë këtë çështje, pra ne e shohim pa e ditur nëse i ka numrat, tentohet që të merret edhe një mandatar i dytë të zotëri Islami, edhe gjithashtu kësaj, sepse nuk u përgjigjem edhe në çështje. Si ti besojmë institucioneve të Kosovës në këtë rast, kur një sulm ndodh dhe neve na duan 2 ditë që ta marrim vesh që një bashkëqytetar joni qenë ka rrëmbyer nga ushtria, Gjandarmeria apo një grup serb? Kroni, me mirë kuptim, më lejoni të sqaroj për opinionin juaj rastëse edhe t'jap konkluzionet e mia. E qartë, nuk do t'ju ndryj. Edhe me mirë kuptim, e sidomos jehunës. Me sa kam përcije, me sa kam lexuar, me sa kam analizuar, rasti i kidnapimit të personit në fjalë është mirë i planifikuar. Dhe një planifikim i tillë mund ta bëjë vetëm një strukturë shtetërore. Sepse rasti që ka ndodhur plagosja e tij me rafale. Dhe mënyra se si të njëjtët persona e marrin dhe e dërgojnë në spital. Kjo tregon se personi apostrofuar ju duhej i gjallë për informacione. Dhe se si ka ndodhur rasti. Se ishte doganjar? Absolutisht. Pra, ju më parë thatë që personi i apostrofuar ka punuar për një kompani të sigurimeve dhe kemi në vitin 2023 kur akuzohet se ky po bashkëpunon me institucionet e Republikës Kosovës, me Rajm Pacollin e tjera. Dhe le ta lëmë këtë milion, pra rasti se si ka ndodhur, unë besoj që ata dhe mënyra se si është kryer plagosja e tij në vendodhja, gjithçka ka qenë planifikuar dhe strukturuar. Pra duke pasur edhe persona të infiltruar bashkëpunëtor brenda territorit të Kosovës, ku saktësisht është ditë se ku është bërë sërvimi për cilja, pastaj përcjellja, fotografimi, vëzhgime, të gjitha këto kanë ndodhur
dhe plagosja ati dhe marja dhe dërgimi në spital, ky person ju duhet i gjallë. Pra, kjo është një mesazh, kroni, se pikërisht këtu du me dalë, pra. Unë mendoj që kjo është një mesazh nga lista sërbska dhe regjimi i Vučićit për të gjithë ata persona qytetar të komunitetit sërb që bashkëpunojnë, që janë lojal dhe i njohin institucionet e Republikës Kosovës. Ky është një lloj mesazhe, e sidomos nga lista sërbska, kur tani kanë fituar në shumicën e komunave ku jo janë komunitetit sërb. Por është një mesazh edhe për institucionet e Kosovës se ne hyjmë dalim sa të duam? Unë nuk konsideroj që është një mesazh, sepse nëse hasen në institucionet e Republikës Kosovës, do të hasen me forcën e ligjit dhe do të kundërpërgjigjen. Mirë po, rasti si rast është një bashkëpunim mbrana personave, mbrana territorit të Kosovës dhe andej kufirit dhe rasti është mirë organizuar. Po, por kjo mesazh për mua personalisht zotëri Lezi është mesazh i cili na tregon se struktura të ndryshme mund të hyjnë në Kosovë dhe të veprojnë, të më grabisin dhe të më largojnë jashtë shtetit, e pastaj 2 ditë pas kësaj ngjarje, kjo ngjarje bëhet publike në opinion. A është kjo mesazhi më i mirë që mund të dërgojnë në këtë moment? Jo mesazh, por veprim konkret. Policia Kosovës ka thënë që Gjandarmeria ka vepruar brenda territorit të Kosovës. Dhe kemi dështu me i ofru siguri qytetarëve sërbë të cilët janë lojal ndaj institucionit të Republikës Kosovës. Ky veprim ju tregon të gjithë sërbëve në veri se fati i një do t'i prat nëse bashkëpunojnë me institucionet e Republikës Kosovës. Thjesht, ky person ka bashkëpunuar me institucionet e Republikës Kosovës, është konsideruar si lojal ndaj institucionet e Republikës Kosovës, madje si spion i Kosovës, dhe prandaj forcat sërbe kanë arritur që të hyjnë brenda, referu gjithmonë në raportit policor, dhe ta marrin një qytetar për t'u treguar të gjithë sërbëve se fati i tyre është i njëjtë në rast se ata bashkëpunojnë me Kosovën. A duhet të ketë dorëheqje nga Kosova? A duhet të ketë ndonjë dorëheqje në kuptimin e atij, asaj që ka dështuar që të mbikëqyrë të situatë? Duhet kemi përgjegjësi. Çfarë do institucioneve Lezi, vendore e ndërkombëtare? Po, fillimisht do të kemi një përgjegjësi nga vetë KFOR-i, që është garantues i sovranitetit të Republikës Kosovës dhe, siç e tha dhe profesori, që ka për obligim ruajtjen e kufijve të Kosovës me rezolutë dhe me marrëveshje Kumanovës, dhe e dyta përgjegjësi edhe politike edhe domethënë policore në Kosovë. Në një rast të tillë, siç e tha dhe Kroni, kemi fshehje të rastit dhe tentim për ta fshehur nga publiku një rast kaq të ndjeshëm. Nuk janë ndërmarrë veprimet konkrete nga qeveria për të organizuar takim Këshillit të Sigurisë për të trajtuar çështjen e ndjeshme të agresionit, dhe kemi edhe dështim të organizimit të strukturave të sigurisë të Kosovës. Do kemi 3 përgjegjësi: KFOR-i, policia, ministria. Në fakt, ndoshta Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, e cila duhet kishte në informacion edhe këtë lloj simulimi që është përgatitur për lajthitjen dhe sjelljen në duar të Gjandarmerisë të qytetarit, përkatësisht punëtorit të organeve të Kosovës, si në rast Lëmonës. Veç pa Kroni, do t'i bashkangjitem mendimit Bedriut se përgjegjësia kryesore bie mbi KFOR-in, por askush nuk mund t'i ikët përgjegjësisë. Dhe unë mendoj që ka ardhur koha që të bëhet reorganizimi i forcave të sigurisë të Kosovës. Dhe njerë po e them, sepse unë po aludoj që forca e sigurisë të Kosovës duhet ta rishikoj së bashku me KFOR-in, pra në NATO, që bashkarisht me KFOR-in ta ruaj sigurinë toksore e ajrore të Kosovës. Mirë po, unë mendoj që dhe policia e Kosovës, pra policia kufitare, duhet që ta rrisë vigjilencë, të ketë logjistikë të mjaftueshme, në mënyrë që ta rrisë efikasitetin e saj. Mirë po, kur kjetë parasysh që i kemi 300.5 kilometra vi kufitare me Serbi, është ngjajshëm sikur se Shtetet Bashkuara të Amerikës me Meksikën. Mirë po, nuk do t'ja lojmë kësaj pse është gjithë kjo vi kufitare e cili është mesazhi që ja dërgon ky arrestim të gjithë komunitetit sërb që jeton brenda teritorit Kosovës dhe janë bashkëpunëtor të institucioneve të Kosovës, sikur rasti i... Thash zoti Kroni, po e ripërsëriti edhe një herë. Rasti çfarë ka ndodhur, pra kidnapimi i një qytetarit të Republikës Kosovës të komunitetit sërb, është një mesazh i qartë
për komunitetin sërb që jetojnë në veriun e Kosovës, si dhe në enklavat e tjera. Dhe është një mesazh që gjithë ata që e njohin shtetin e Republikës Kosovës, të gjithë ata që punojnë në institucionet e Republikës Kosovës, është një mesazh i qartë që ata do t'jenë në fokus dhe do t'jenë në nishan të shtetit sërbë. Dhe ku do t'jetë fokusi i policisë Kosovës në këtë moment? Duke ditur që gjithmonë e kemi vlerësuar punën dhe angazhimin. Jo vetëm fokusi i policisë Kosovës, por në këtë rast madje edhe qasja. Duhet të lëshoj një mesazh domon për policinë e Kosovës, e sidomos për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, e cila ta rres efikasitetin e vet, ti parandaloj rastet e tilla, sepse deri më tani ka qenë jashtëzakonisht dhe mendoj që shumë e suksesshme në parandalimin e rasteve të tilla, e sidomos të spionazhit. Po, e qartë, zotëri Leze, jemi duke shkuar drejt fundit të këtij bloku, kam një pyetje konkrete për juve. A mendon se ky rast do të përfundoj pa ndonjë dorëheqje? Jo. Nëse realisht dëshirojmë që të tregojmë performancë aspektin e sigurisë, ne do të tregojmë përgjithësi. Çështja e sigurisë në mënyrë drejt për drejt lidhet me përgjithësi. Nuk mund të kesh performancë sigurie derisa s'ke përgjithësi sigurie. Nëse kemi dështuar të ofrojmë sigurisë serbëve në këtë rast, qytetarit serb, qytetarit Republikës Kosovës nga komuniteti serb, do të kemi përgjithësi dhe unë personalisht pres që të lëjmë anash interesat tona individuale dhe të kemi parasysh gjithmonë përgjegjësinë publike dhe zyrtare që kemi kundrejt organizimeve që na japin me ligj dhe detyra. Zotëri Leze, shumë faleminderit që kishim Kosova Today. Gjithmonë diskutojmë temat sigurisë. Zotëri Islami, një adresim të fundit tuaj para sta duhet të ishte mes dy arrestimeve, pra arrestimin dhe kidnapimin e 3 policëve të policisë të Kosovës, ku fatkeqësisht ka ndodhur nga pjesa kunve ku një çdo plan të terrenit. Pra atje nuk kemi pasur komunitet sërb, pra të gjithë jemi të komunitetit shqiptar. Dhe arrestimi atyre policëve ka ndodhur brenda territorit të Kosovës. Tregon prandaj nuk zgjedh mënyrë dhe metodë si ta për